Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka takuar presidentin e Argjentinës Javier Milei gjatë pritjes së organizuar nga presidenti amerikan Donald Trump në kuadër të aktiviteteve përcjellëse të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në pritjen e presidentit Trump në New York, krah liderëve të tjerë botëror, diskutime të rëndësishme në interes të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve tanë, shkroi Osmani në Facebook të shtunën në mbrëmje, pa dhënë detaje specifike për krah kolazhit fotografik. Fotografia e Osmanit me Milein ka nxitur sa kaq debat në Argjentinë për shkak se ky vend refuzon ta njohë Kosovën. Qëndrimi i Buenos Airesit ka qenë i qartë që nga viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë. Autoritetet argjentinase e kanë kundërshtuar njohjen, duke cilësuar një precedent të rrezikshëm për çështjen e ishujve Falkland. Për buzjen ndaj ishujve Malvinas, Milei në OKB u fotografua buzagaz pranë përfaqësuesit së Kosovës, duke refuzuar qëndrimin tonë historik mbi integritetin territorial, shkroi ish-ministri i jashtëm Santiago Cafiero, duke përmendur edhe misionin paqëruetës të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ishujt Falkland. Ish-sekretari i ishujve Falkland, Guillermo Carmona, reagoi gjithashtu pas fotografisë të dy liderëve, duke kritikuar presidentin e Argjentinës. Argjentina pretendon sovranitet mbi ishujt, duke i konsideruar pjesë të territorit të saj historik, kurse Britania e Madhe administron ishujt dhe i konsideron pjesë të territorit të saj jashtëkontinental. Është gjë zakonisht serioze që Milei është fotografuar dhe ndoshta ka zhvilluar një takim me dikë që pretendon të jetë president i një entiteti që Argjentina nuk e njeh si shtet, duke kundërshtuar qëndrimin tonë në lidhje me integritetin territorial. Në të kaluarën emri i Kosovës është përdorur nga presidenti i Argjentinas vetëm në kontekste metaforike. Milei ka përdorur shprehjen "Esto es Kosovo", kjo është Kosova, për të ilustruar një gjendje të çrregullt. Megjithatë, këto referenca kanë qenë jashtë kontekstit diplomatik dhe nuk përbëjnë qëndrim të artikuluar politik për Kosovën.